kompanive publike pra që merren me rritjen e çmimeve apo bëjnë çmime të tilla? Po, realisht këtu do duhet që autoriteti i konkurrencës, të cilë është i thirrur që eliminoj monopolin, sepse rrjeti i marketeve këtu direkt ka ndikuar që ngritin çmimet për shembull për 10% se ka ndikuar për një kohë shumë të shkurtër. Realisht aty ka pas monopol në sheft. Në këtë rast autoriteti i konkurrencës duhet mbështetur më shumë edhe nga institucionet përgjegjëse. Autoriteti i konkurrencës është që i raporton kuvend realisht në vitin e kaluar. Ne nuk kemi pas kuvend dhe nuk ka pas kujt i jep llogari, mënyrë që ta mbështetë edhe këtë autoritet të rrit kapacitetet kadrovike, kapacitetet e logjistikës, kapacitetet e tjera, mënyrë që ta kontrolloj konkurrencën aty ku ka shtremblim të konkurrencës realisht të veproj sipas ligjeve nacionale dhe të Bashkimit Evropian. Gjithashtu edhe Inspektorati i Tregut, të cilët është i thirrur që të bazë detyra përgjegjësisë dhe ligjit nacional dhe direktivës të Bashkimit Evropian që të veprojë në kohë dhe detyra përgjegjësisë e vete. Mirë, po këtu Inspektorati i Tregut ka inspektor shumë pak, do duhet këtë inspektor më shumë të den teren, aty ku ka përkeqësim dashkinë e ligjore të veprojë sipas ligjit dhe gjobat të caktuara. Gjobat duhet të veprohet në mënyrë që ta edukon, jo ta ndeshkon. Duhet me kuptuar edhe biznesin këtë rast. Mirë, po thjesht mënyrë që të mos del situata jashtë kontrollit, mirë, po do duhet të ketë mekanizma kontrollues. Gjithashtu do duhet të ketë rritje të rezerva shtetërore për produktet elementare bazike, për shembull, për drithra, për vaj, për qumsht, për ashtu, domethënë duhet të ndërtohet një rezervat strategjike kombëtare më shumë Kosovë, në që situata më gjetën situata krizi, ku ka inflacion të lartë, ku ka çmime të larta, të veprojmë në mënyrë që çmimet jenë të ekuilibruara edhe sipas tregut dhe sipas situatës tregut, edhe të Kosova të ketë edhe ekonomia e Kosovës zhvillohet sipas ligjeve ekonomike të ligjit tregut. Është e vërtetë që ne jemi në bazë kushtetutës Kosovës përcaktuar për ekonominë të ligjit tregut, mirë, po ekonomia e ligjit tregut do duhet jetë kontrolluar nga shteti. Në këtë rast ku ka përkeqësim, ku del jashtë, që del jashtë shtratëve, duhet të jetë të mbrojtës